Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin wa ba'd. Fa inna asdaqa al-hadithi kalamullahi ta'ala. Wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, vetëm atë falënderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet, salavatet dhe selamet e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër besimtar, vërtet fjala më e mirë, fjala më e bukur është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa udhëzimi, mësimi më I mirë është udhëzimi I të dërguarit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Punët më të këqija dhe më të urrejtura tek Allahu janë sajimet në fe. Dhe ai cili sajon çfarë do qoftë në fe, ai ka bërë bidat. Bidati që në humbje dhe humbjet çojnë njeriu në zjarr rruna zot prej tij. Sonte inshallah taala së bashku jemi në vazhdën e ligjëratave smundjet e zemrës. Dhe nga java e kaluar kemi filluar për smundjen e radhës, e cila nëse gjendet në zemrën e besimtarit, vërtet ajo zemër konsiderohet se ka një virus I cili e shkatron dal nga dal zemrën e besimtarit. Smundja e radhës është mendjemadhësia dhe rreziku I saj. Vërtet njën nga problemet me të cilat preokupohet njeriu në këtë botë, me dashje dhe pa dashje, me dëshirë dhe pa dëshirë, me përkatitje terrenit apo paja përkatit terrenin, është edhe mendje madhësia. Ka të ngjarë që njeriu nuk dëshiron që të jetë mendje madh, por her pas here nga të arriturat e tij, çfarë do të qofshin ato apo çfarë do sfere qofshin ato, I sjellin atij një farë luksi apo komoditeti saqë bëhet njeriu mendje madh. Her pas here njeriu nuk e përkatit terrenin për të bërë mendje madh, mirë po shejtani, djalli I mallkuar e cyt apo e ngacmon apo I përshpërit njeriu dhe I thotë se ti je I mbërrim, ti je njeri që ki autoritet, ti je njeri që ki pozit, ti nuk bën me ulshu me njerëz kaq të olt, me njerëz të pashkolluar, me njerëz të varfër, me njerëz kështu apo ashtu, dhe bën këto që të ndjehet pak ma mendje madh, të ndjehet pak ma lart apo pak ma mirë se sa të tjerët. Dhe bën këtë inferior karshi shokëve apo miqve apo familjarëve të cilët e shoqërojnë. Andaj sipas Ibn Qudamës rahimahullahu taala, njerëzit në këtë botë, kur është në pyetje mendjemadhësia, janë në 3 shkallë. Pra 3 shkallë të mendjemadhësisë janë të cilat I shoqërojnë edhe uleman, edhe robrit e thjesht, edhe besimtarët e thjesht. Dhe shkalla e parë, me të cilën mund të ballafaqohet njeriu, qoftë dietar, qoftë I devotshëm, qoftë edhe besimtar I thjesht, është që mendjemadhësia është ngulitur në zemrën e njeriut. Pra kjo është kategoria e parë e njerëzve, të cilët mendjemadhësinë e kanë në zemër pa dashjen e tyre. Kështu e kanë gjetë apo kështu janë të lindur. Mirë po, kjo mendjemadhësi herët apo vonë I bën përshpëritje. Kjo mendjemadhësi herët apo vonë I flet atij se ti je më I mirë se të tjerët. Ti je më meritor se të tjerët. Ti je më i aftë se të tjerët.
Me gjithë këte, ky njeri i kësaj kategorie çdo herë mundohet dhe është në përpjekje që të lufton kundër mendjemallësisë. Dhe lufton mendjemallësinë me modesti, me thjeshtësi. Pra kjo është kategoria e parë. Tu mund të jenë edhe besimtarët e thjeshtë, edhe ulemajët, dietarët, që mendjemallësinë e kanë të ngurlitur në zemër, mendjemallësia i ka rënjet në zemër, mirë po nuk ka ndikue në veprat e tij në anën e jashtme. Që do të thotë nuk ka ndikuar në sjelljet e tij, me gjithë ato përshpëritje që i bën djalli mallkuar, shejtani mallkuar, ky prapse prap e ndjen veten modest. Ky prapse prap e ndjen veten të thjesht dhe kjo lloj e mendjemallësisë është sikur një pemë e cila mbillet dhe kështu ju ka mbillë edhe këtina në zemër mendjemallësia. Mirë po pema kur mbillet edhe është vetëm si pip, si dru i thjesht, nuk ka ndonjë ndikim. Po kur i dalin pastaj degët, atëherë ajo fillon ta jap atë rezultatin e vet. Dhe kështu është mendjemallësia tek kjo kategoria njerëzve. Është e mbjellur sikur një pip në zemrën e njeriut, mirë po ky me modestin, me thjeshtësinë e tij e ka luftuar atë dhe ja ka pre degët. Çfarë do të thotë? Rënjet i ka fut në zemër mendjemallësia, mirë po nuk ka mund me qit degët, nuk ka mund me lulzue, sepse ky nuk ka punue dhe nuk ka investue që mendjemallësia të ndikon në jetën e tij. Andaj ky me thjeshtësinë, modestin, kur ka ndal degët, ky i ka prej ato degët e asaj peme që nëse kam të drejtë kushtimisht ta quaj pema e mendjemallësisë. Pema e mburrjes, pema e lavdatave, pema e vetë kënaqësisë apo vetë shprehjes së të arriturave të tij. Dhe besimtari duhet të mundohet që të paktën të përngjajë kësaj kategorie. Nëse e ka mendjemallësinë, na lutim Allahun Teala që të mos kemi elemente, shenja të mendjemallësisë, po nëse e kemi dhe ajo pema po don me qit degt, e këtu aludohet, këtu mendohet në qitjen e degëve, kur njeriu fillon pastaj me vepru si mendjemall. E nëse është mendjemallësia, atëre me i pre degët e saj, mos me lan me dal jashtë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë mos me lan ty mendjemallësia me të devijuar, me të largu prej shoqënie duke i injoruar shoqëninë, me të largu prej familjes duke i injoruar familjen, me të largua prej kolegëve të punës apo të shkollimit duke i injoruar ata, me të largu prej besimtarëve në xhami duke i injoruar ata, se mendjemallësia nuk ka tjera shenja përveç se që të përçaj, të fus përçarjen mes njerëzve edhe ta shkatron njeriu dal nga dal. Ndërsa kategoria apo shkalla e dytë e mendjemdhënjve janë ata të cilët mendjemallësia e tyre paraqitet me fjalët dhe me veprat e tyre. Pra, shkalla e dytë e mendjemdhënjve apo kategoria e dytë e njerëzve mendjemdhënj janë ata të cilët e kanë mendjemallësinë dhe e paraqesin atë. E paraqesin atë me fjalët apo me sjelljet e tyre. Dhe e shohim këtë se si ata mburren kur futen në për vende apo në për tubime apo në për kuvende të ndryshme. Dhe kanë dëshirë që të jenë në qendër të vëmendjes. Hynë në një mezhlis, në një kuvend, edhe qysh në hyrje nder, ata rrinë pak sikur të shtangur edhe kërkojnë që t'i gjendet një vend pak apo një pozit pak që e dallon prej njerëzve të tjerë që janë aty. Do të thotë mi ja gjet vendin e madh apo vendin kryesor që është në mezhlis apo në tubim. Dhe nuk ulet të dera apo një qoshe derisa e pozicionojnë një vend ku ju bjen në sy të tjerëve apo është në qendër të vëmendjes. Besimtari musliman duhet të ketë edukat të mezhlisit. Nuk do të ndanë antash të rregullat e mezhlisit. Por një prej atyre rregullave është që kur të hyjë njeriu në një vend dhe ka njerëz të ulet në vendin ku është i lirë. Se vetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk pranonte që të caktohet një vend apo një pozitë që të dallohet prej të tjerëve. Dhe një kohë të gjatë ai ka
jetua me shokët e tij duke qenë herë në atë vend e herë në atë vend. Dikur më vonë fillon të vinë delegacione, vinë misionar të feve tjera, të vendeve tjera dhe dëshiranin të atakonin dhe ta dinin cili është Muhamedi dhe shokët i thanë oj dërguar e Allahut ta caktojmë një vend në mënyrë që kur të vinë njerëzit tek ti të drejtohen. Për ata jo rastisht ka ndodhur ai tregimi që besoj shumica e dini kur ka ardhur një njeri dhe ka kërku Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai nuk e njifte se kishte pa asnjëherë dhe kur hyni ishin shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në atë vend, edhe ishte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, edhe ai kur hyni po shikon, nuk po e dallon me vend Muhammedin alayhi salatu wasalam. Nuk po e dallon me veshje, nuk po e dallon me diçka tjetër, atëherë pyeti ku është zotriu i këtij populli? Ku është zotriu i këtij populli? Se çdo popull e ka një udhëhesi zotrit vetin. E i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte duke i shërbyer shokët e tij, duke ju qit ujë shokëve të tij, e tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam sayyidul qaumi khadimuhum. Zotri i këtij populli është shërbëtori i tyre, se kishte qenë në rolin e shërbëtorit. Kjo është shenjë modestisë, kjo është shenjë thjeshtësisë e muslimanit. Andaj ne sot po e them me keq ardha për besimtarëve ka të tillë që hynë në një tubim, hynë në një vend selam aleikum, aleikum selam wa rahmatullah, mirë se ke ardhur edhe rrin. Ka vendin aty te dera në anën e djathtë apo në anën e majt apo diku në mes, mirë po don një pozitë me ja caktuar dhe mu çu krejt në kam për te. Kjo me veprim tregohet se është mendje e madh. Ose ka të tillë që hyjnë, edhe dikush nuk qohet në kam, edhe fetarisht nuk ka nevojë me u çon kam absolutisht. Në raste të rralla për prindin, për një dietar, për një vjetër shumë, apo për ndonjë që ka ardhur prej larg, në ato raste lejohet. Amo kush sa hyn sa del na me u çon kam me ul, na nuk mundem as me ndajt, as me bisedue. Edhe ka të tillë që kur hyn, më një herë shef se është mendja madh, pse pyetja e parë thotë, a ç'shtoi prit një mosafir, as po çonin kom s'po livrit në heça. Edhe e kanë marrë një farë shprehje të popullit, sorra për sorrën, po lëviz pak për jalshëvenin aty në tel, e keni pa në tel të rrymës, kur janë disa sorra, vjen një sorra e tjetër jalshën pak vendin, edhe thot sorra për sorrën po lëviz, thotë jo s'po lëviz në që hyjnë ande. Nuk ka nevojë me lëviz. E ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me hy dikush në një mezhlis, edhe të tjerë më uquë. E ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me hy dikush në mezhlis, edhe më azon vendin dikujt tjetër. Po ka thonë afrohuni, ngushtoni, ti bëhet vend atina që ka hy. Andaj do të më pas parasysh se kjo shkalla, po kjo pozit është e një masë të caktuar të muslimanëve, të cilët në këtë farë mënyre mundohem që të jenë më në qendër vëmendjes se bashkëmoshatarët e tyre. Të jenë në qendër vëmendjes të pranishmeve, duke fol vet, duke tregu vet, duke u përgjigj vet, duke pyet vet. Po edhe kur diskutohet për një çështje, don gjithsesi vetëm mendimin e tij me kalue. I imi është në rregull, i tillë nuk e keni qelluar. Ti mundesh me dhon propozimin tën, një propozim 2-3, amo jo patjetër me kalu yti, se nëse kem një punë me krye. Dhe aty duhet shumë njerëz me pas, të cilët dhanë idetë e tyre. Atëherë a është normale që të gjithë ju kaluaj idetë? Nuk është normale. Ne edhe nëse udhtojmë sot prej këtu me shku në Mekë apo në Medinë, mund të ketë ide të ndryshme, dikush mund ta zgjedh këtë kompani të fluturimeve, dikush atë kompani, dikush atë tjetër. Pse njëri e zgjedh për çmim të lirë, tjetri e zgjedh për komoditet, tjetri e zgjedh pse është e muslimanëve, tjetri e zgjedh pse është vendore, tjetri kështu, dikush e zgjedh me autobus, dikush e zgjedh me kerr. Por njëri do të më kalu se na nuk mundem më shky me 4-5 kompani të aviacionit me shkue, apo me autobus, apo me kerr, apo kama ku ta dione. Andaj mirët një mendim, një propozim, që është më i arsyeshëm për momentin, edhe më i kapshëm për shumicën, edhe nuk ka kurfar problemi. Me rëndësi është ti me kontribu, me dhon ide, me dhon propozime, me dhon mendimin tën, apo jo pastaj ti më ndajt nga mendimit apo propozimit tën, do të më kalu ky mendim. Nëse s'ka lënë, unë nuk udhtoj me juve. Pra, sikur disa në xhami shkojnë japin propozime, nëse nuk vendoset kështu, unë këtë xhami më nuk fal, astagfirullah. Ose ja propozime hoxhës, me marrë ligjërata, nëse si mos të ligjërata, gjatë viti unë nuk prezantoj derse. Po propozime do më dhon të tën, pastaj hoxha është ai që vendos.
Ai e din më mirë se sa ti se çfarë duhet t'ju flitet masës apo xhamatit. Dhe kjo kategori e njerëzve mund të jenë edhe njerëz të thjesht, po këtu mund të jenë edhe prej njerëzve që janë prisa të fesë, prisa të shtetit. Por ata e shohim se disa prej tyre i nënshmojnë ata që janë, sidomos prisat e shtetit. I nënshmojnë ata që janë për tubime. I nënshmojnë ata që janë për kuvende. I nënshmojnë ata që janë më poshtë se ata në pozitë materiale apo në pozitë autoritative. Nuk ka autoritet më shumë, nuk ka dhënë televizion më shumë, ky që është pozitë e nënshmon atë më një herë. Dhe duhet me pas parasysh se këta dy njerëz apo këto dy kategori prisat, qofshin ata fetar apo ata që u heqin shtetin, institucionet, duhet me pas parasysh se trajtimi që duhet i bëhet masës, trajtimi që duhet i bëhet njerëzve është thjeshtësia. Për ata Allahu subhanahu wa taala e këshilloi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke i thënë wakhfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin. Çfarë do të thotë kjo? Shtri krahët e modestisë, shtri krahët e thjeshtësisë para atyne të cilët të pasojnë prej besimtarëve. Pra, bënu modest, bënu i thjesht, bënu i but, bënu i mëshirshëm para pasuesve tu. Kush ishin pasues? Cilët ishin pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Ishin besimtarët. Edhe ti tash, nëse jeni në një pozitë, bënu sa më modest, sa më i thjesht, sa më i but, sa më i sjellshëm me ata të cilët ti i ke nën udhëheqjen tënde, me ata të cilët ty ta marrin fjalën apo ty të dëgjojnë. Dhe shkalla e tretë e mendjemallësisë sipas Ibn Qudamës rahimahullahu taala janë ata të cilëve u shihet qartë mendjemallësia, mburrja, qartë ju shifet, sepse ata janë të cilët flasin me gjuhët e tyre gjithmonë në veten e parë për veten e vet. Unë e kom bo këtoje, unë e bëj këtoje, unë e kanë theksuar unin. Dhe kush e ka këtë të theksuar unë, duhet ta di se kjo është shkallë e rrezikshme. Ka arrit në një shkallë të rrezikshme të mendjemadhësisë. Se unë e din kush e ka të theksuar shumë. Edhe në Kur'an që përmend shumë shejtani i mallkuar. Sa herë kur i kundërshton urnët e Allahut, thot unë e kështu. Andaj besimtari nuk i ka hije çdo herë unë. Nëse është patjetër për me fol në veten e parë, të pakten me thonë në shumës, ne kemi vepru kështu, ne kemi bo këto, ne kemi bo ato. Allahu subhanahu wa taala krijuesi jon, i cili nuk ka shoq, as nuk ka të ngjajshëm, as që ka nevojë për dikën. Po sa ajetet e Kuranit thotë ne u zbritëm shiun. Në sa ajetet e Kuranit thotë ne e zbritëm shpallën tek pejgamberët. Kush ne? A ka më shumë se 20? Jo, por Allah subhanahu wa taala kështu flet. Ne zbritëm Kur'anin, ne do të arrujmë atë. Ne zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit. Ne zbritëm Kur'anin në natën e bekuar. Këto ajetet e Kur'anit, për mos mundon me i përmend. Kush po e thotë Allah subhanahu wa taala kur e dim se ai nuk është ne, po ai është unë. Ai është vetëm. Mirë po e thot këto. Atëherë pse njeriu që është krijesë, e se ai ka shumë të tjerë, pse nuk thot ne bënëm këto, po unë këto. Na shohim edhe në punë ekipore kur bëhet diçka. Disa njerëz aty punojnë të gjithë, kur i shef rrin me njërin, unë e kam bë kështu, unë ndërtova këtë kështu, shtëpinë apo xhamin apo shkollën. Ky tjetri unë, po sa vet janë këtu që u heqin këtë farë projekte apo atë ekip të punëtorëve. Aty një është që është udhëhec, një është ai prisi i tyne, e miri i tyne. Andaj kushdo qoftë ai, është mirë çdo herë njeriu të flas jo në veten e parë, por të flas në shumës. Pastaj këta vreje se janë mendje mëdhej se bojnë tazkiyetun nafs. Qa do thot kjo? E pastrojnë veten. E bojnë veten pa tmeta. Nuk bëna me i bo veti të zkije. Çfarë do thot kjo? Me i bo veti qef. Disa për i vllaznive, Allah u dhëzoft ata dhe neve, kur të resh me ta, thumare, zot që shma mundsohë me këse evlijaje, me nejt, kë mashallah, pse i bën të zkije vetës e vetë, e pastron, apo i hjek të gjitha njollat, të gjitha
ato pikat ku ai ka mundet me pas dobësi, se cili njeri prej nesh dikon. Po të gjitha ato pikat ku ai është i dobt, apo ku aty nuk ka arrit prapë se prapë ai e pastron veten, e arsyeton veten. Dhe në çdo mezhlis, në çdo vend, burrat lavdohet, qoftë në rrafshin intelektual, për shembull me shkollë, qoftë në rrafshin familjar, e tregon atë vjen prej nga rrjedh, çfarë familje, ta tregon fisin, ta tregon prej ardhjen, prej cilit vend, edhe le që bën veten e mire, prindët e tij, gjështet e së gjë, po edhe fisit tash, po edhe vendin prej ka vjen ai mundohet me bosi të shenjt. Atë nëse je dhe i Mekës edhe i Medinës, vendet janë të shenjta Mekka dhe Medina, po njerëzit nuk janë të shenjt. Se aty në Medinë mund të jetojnë edhe njerëz munafika, hipokrita. Mund të jetojnë njerëz që i bojnë shirk Allahut subhanahu wa taala. Andaj shenjtëria e Mekës e Medinës nuk të bën ty të shenjt. Nuk bën ty shejt, përkundrazi, nëse ti jeton ato dy vende të shejta, ka mundësi që ato vende të shejta të jenë argument kundër teje në ditën e gjykimit. Jo që të jenë argument për ty, po të jenë argument. Andaj pra do të me pas kujdes, mos me ngrit njëni veten para tjetrit, e ky tjetri para tjetrit, e secili kështu me humbur, sepse ajo fisnikria, ajo bujaria jon, ajo nuk varet me fisin, apo me farefisin, apo me vendin ku je ti, mirë po ajo varet me devotshmëri. Allahu Ta'ala thot, inna akramakum inda Allahi atqakum. Me fisniku prej jush, është ai që është më i devotshmi. Dhe absolutisht nuk ki këtu në hapësinë e komoditet, që të mburresh apo të lavdohesh, me prejardhjen tane, apo me pozitën tane, apo me shkollimin tane, apo me diçka tjetër të ngjashme. Sepse në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e shohim qartë se si e ka luftuar kështu në mënyrë të prerë. E ka luftuar në mënyrë të prerë mburrjen me prejardhje, apo me fes, apo me ngjyrë, apo me familje, apo me diçka të ngjashme. Dhe ka thënë Resulullah sallallahu alajhi wasallam, nuk ka dallim arabi prej jo arabit përveç se me takva. Dhe nuk ka dallim i bardhi prej të ziut përveç se me takva, me devotshmëri. Pra mundet me qenë i zi, po është më i devotshëm. Mundet me qenë jo arab edhe me qenë më i devotshëm. Mundet me qenë i një popull që ndoshta pak dim për ta, por në shkallë devotshmërisë arrin shkallën e euliave, atyne që Allahu i qunë Euliau Rahman, të dashurit që i dënë Allah dhe i mbron, të dashurit e Allahut. Andaj këtu sigurisht i shohim në mesin ton ata që mburren me pasuri. I shohim ata që mburren me bukuri. I shohim ata që mburren me fuqi. I shohim ata që mburren me pasues të shumt. Dhe kjo është një realitet edhe në vendin tonë edhe në vende tjera. Dhe sigurisht është e udhës të dim se kush mburret me pasuri. Me pasuri janë dy kategori të njerëzve që mburren. Mbretërit, ose kryetarët, ose kryeministët, ose ministrat. Qëta që kanë filluar moti për me bo plane qysh me bo milionera. Dhe këta ta është do ta kem mburren, pse në fillon vendin ku kanë aksione, kanë arrit kash, një vend tjetër aksionet kanë arrit kash, një vend tjetër kanë arrit kash, një vend tjetër kanë arrit kash, edhe kanë bo aq shumë sa që nata ju shkon të mendua sa kanë bo. Se ajo bursa atje kur lun atje në arenën ndërkombëtare, aty në ku me ditë sa ja vlen brenda natës. Nga njerë normal edhe humbin. Ata mburren mas shumti me pasuri. Sidomos këta që kanë marrë pasurinë e popullit, sa vështirë, edhe pse je i pari shtetit, i pari vendit, o vështirë me pas kësi pasurie çfarë kanë udhëhecat tonë. Sidomos shteti jonë edhe disa shtete të Evropës që janë shtete të varfna, është që di qysh mundet mesin e atyne shtete me pas njerëz milionera apo miliardera. Është fjala prej udhëhecave, ata që merren me tregti. Po me pasuri mburret edhe kategoria tjetër, edhe kategoria tregtarëve. Edhe tregtarët veç mos menajt me ta se shumë burren, shumë lavdohen. A kur të shohëm statistikat,
Kur të shohim statistikat, e shohim se një pjesë e madhe e tregtarëve, edhe pse sot posedojnë pasuri të majme, janë me miliona apo 10 miliona të futur në borxhe. Kanë marrë para prej bankave, një bank 5 milion, një bank 5 milion, një bank 10 milion, një bank 2 milion, një bank 3 milion. Do të thotë me 10 miliona i kanë borxhe. Dhe gjumi nuk e bojnë rahat. Besomni, nuk kanë qetësi shpirtërore, as qetësi fizike, as psiqike. Psiqikisht janë të ndosur. Shpirtërisht janë të pakënaqshëm, të palumtur. Fizikisht janë të lodhur, të plagësht. S'ka relacione të mira, raporte të mira me gruan, me fëmijët, me prindrit, me axhallarët apo me të tjerët. Pastaj ka kërcënime, shantazhime, gjëra të ngjajshme. E ata mburën të xhorët, mburën duke vozit kerrët e shtrejta, duke ndërtuar shtëpia apo pallate apo villa të ndryshme e kështu me radhë. Po ka një kategori njerëz që mburën edhe flasin për bukurinë shumë. E dini kush janë këta? Nuk janë këta po këto. Këto janë gratë. Gjinia femnore. E keni pa sa shpenzojnë, sa harxojnë për vetulla, për hun, për vesh, për ballë, për fytyrë, për dukjen e jashtme, se kanë me u paraqit para njerëzve. Edhe tash është interesant kur i dëgjon deklaratat e qytyne femrave që janë në skenë tek ne, atëherë mos me i po njëri thëtë mërë zët, në bazë deklaratave, kë popull pas ka dhe hyria, në pas ke shumë këtë dynja. Ato absolutisht nuk janë hiç kërkun, po është shumë interesant që lavdatat për vetveten i kanë në superlativ. Dhe mediat janë për me u promovue në to njerë caktum. Kush promovohet aty? A promovohet shteone? Jo. Ata që japin. Edhe këto femrat, sot është letë, lakurit sa ma shumë, edhe makjazh shtyre sa ma shumë, flakt është letë, i një pas shkurta, nëse të kanë rallua, nëse të kanë rase probleme në gjetë një paruk, edhe i pan flakt 1 metër e gjysëm, ose i në gjetë pe i këtujt e poshtë, që shpojnë gjesin disa prej tyne, në gjërosje, ku ta dio në runa zatë. Që kjo është ajo koha, kur njeriu e shet moralin, e shet fene vetë për autoritet, për pozit. Andaj, kjo është pak e dhimbshme, kur i shef në për dasma, në për kanagjeqe, në për tubimet grave, sa shpenzimet mëdha bën, e dini për çka? Vetëm për më u duk bukur edhe me aplas tjerave zemrë. Për inati veç. Bërgjë hynë, shpenzojnë, marrin fustana me qira, marrin veshje me qira, shembull, shkon në butik, nus nise dhe e merr atë farfustanin, atë veshjen, për shembull, nëse kushton 1000 euro, thotë çeni 100 euro për me shfrytëzue një 3-4 ora ku ta diun e kështu me radhë. Sa i përket fuqisë, këtu zakonisht i shohim këta që janë të ri edhe të reja, sidomos këta që ushtrojnë në sportet luftaraka, që shpithojnë marciale. Këta me i po se cili ma i fort se tjetri. Qash shumë ka shku, do të thotë në ekstrem, sa disa prej qytyre, i shohim se përdorin edhe proteina për me fry trupin. Edhe e keni po disa qafa, sa koka ju ka bo krejt, është lidh kokë, qaf, trup, edhe duhet kështu dhe ka problem ka të ecin, se nuk munden me ecë, se shumë janë bo, subhanallah. Nëse njeri dan edhe është mirë njeri me ushtrue, me përjashtim aty në sporteve që bjen ndesh me fen, po nëse s'bjen ndesh me fen, atëherë ti nuk ka nevojë me dal me reklamu veten, apo me i bo marketing trupit, apo diçka të ngjashme. E disa prej tyne, tash, a i merret me një sport atje, po me kallëzuat fuqin fizike dhe le reklamon atje një pije, kishe po e pi 1 litër sak për shembull, sa e pin ato për pare, edhe e qëta aty, këtë jetër një qungshtit, këtë jetër një diçka tjetër, e i tregon pak muskujt aty. Ja, për me hangër me pis pjallë shëmullën kërkush, njëni tjetër. Këtu jemi krejt zët. Dhe kategoria tjetër që mburren, janë ata të cilët mburren me pasus të shumët. Runa Zotit, më falni, këtu mund të hyjnë edhe hoxhallarët. Pse? Se mburret shembull i kam kaq pasus në ligjerat, ose i kam kaq që vinë mas me në gjëma, ose aty apo aty.
E këtu hyn edhe pushtetarët me numrin e madh të pasuesve tyne që kanë ushtrije, policie, qasim varcat e tyne që janë varën prej tina, a i tash më burët edhe thët i kam 5.000 ushtara, 10.000 ushtara, i kam kaq poleca, i kam kaq punëtor të administratës, apo kësi gjanash. Po këtu mund të hynë edhe tjertë, tash që shpo i thuat këtë gjuhën e trive, mburën me fansat e tyne. Po thamë, kjo tash është një sprovë dhe për hoxhallartë, sepse na jo ralli dëgjojmë duke thënë se tonë falen 1.000 vet, xhamon ose 2.000 vet. E dini pse ka aq shumë? Se s'po kanë ku mu fal xhamati. Nëse i bëjmë na disa xhamia që i zon ka 5.000, ka 10.000 vet, edhe ato të gjitha i mushin ka 10.000 vet, atëherë është ndoshta ndonjë e arritur. A për momentin as në qytetin Kosovë nuk i plotson me infrastrukturën që ka, nuk i plotson kushtet për më fal komat në xhamia. Këtë fal po falen jashtë. Kjo nuk është e arritur e jona, kjo është e arritur e xhamatit që janë shtu, elhamdulillah. Edhe kjo është dhuratë e Allahut që na u ka dhënë, edhe ky xhamat që kemi, kaq të mirë, edhe kaq xhamat aktiv, edhe kaq xhamat entuziast, është argument për neve, nëse na e shfrytëzojmë këtë xhamat për mirë, ose është argument kundër nesh se këta kanë ardhur, na kanë dëgjuar, na kanë respektuar, po na nuk kemi kontribuar, s'kemi dhënë kontributin. Andaj vllazën, mos e llogaritni një hoxh apo një dietar, po flas edhe në vendin tonë, edhe jashtë vendit tonë, se është çast shkallë të lartë të ilmit nëse ka pasues të shumt. Koha e bën veten. Ma vonë ka më u treguar kush ka punuar. Por te ne është më rëndësi një gjë. Që ta pasues që i ki 3, 4, 5, 500, 5.000, me i pas kualitativ. Jo sigur të ne shembull shkojnë 500 vet në ligjërat, shkojnë 1.000 vet në xhama, edhe ose ndoshta dikun edhe në ligjërat, edhe dëgjojnë hoxhën, po si dalin jashtë, absolutisht nuk ka prek, hiç, nuk ka arrit fjala e hoxhës brenda veç deri te veshi edhe në xhami i kalon. Mirë po, është bo si mod, hajtë shkojmë që aty shihemi pak, bisedojmë këta dione. Duhet me ndikue. Çdo ligjërat që dëgjon ti duhet me u ngrit pak në devotshmërinë tënde. Duhet me ju shtue takvallakut devotshmërisë tënde, me ju shtue 1% devotshmërisë. Çdo ligjërat, çdo ders që dëgjon duhet me të shtuar pak dia. Nuk mund të shtimon ligjërat, për shembull, kije 2% dije për fen, edhe del për ligjëratës stu ka shtuar 0.01%. Mos të shtof 1%, më bot 3%, atëherë 0.01, 0.5, diçka pak më të shtue. Disa, mashallah, me i po xhamave, para xhamave në hutbet, shtunën, diellën, të hanën, por rrin me ta që 5 vjet, 10 vjet njëjtit, s'ka necë, çat pozite e kanë. Atëherë ku është dobia e ligjëratave? Disa nuk nalen për harameve. Ku është dobia e ligjëratave? Disa nuk nalen prej gjanave të cilat janë shkatërruese për këtë shoqëri. Ku është dobia e ligjëratave? A mos po bëmë edhe na sikur ata hipokritët që kanë dëgjuar po se kanë respektuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kanë dëgjuar po se kanë praktikuar. Po, kanë thonë sami'na, ama a kanë thonë ta'ana, dëgjuam edhe respektuam jo. Me dëgjuar po, ama me respektuar, me praktikuar jo. Andaj keni kujdes, ne juve për cilë këtë mesazh. Nëse ju prezantoni për ligjërata, rrini me hoxhallar, edhe absolutisht po ndryshani. Mbylluni dhom, thuj vetes, o njeri, o robi Allahut, çka është me ty? Se ti nëse gjithë këto takime, gjithë këto ligjërata, edhe prap me të këshia, atëherë ti nashta ke edhe probleme. Atëherë ose drejtojë ndonjë psikiatër, ose ndonjë neuropsikiatri, nëse aty dalin analizat mirë, atëherë drejtojë edhe në hoxhë të bën rukje, të lexoj Kur'an pak. Se s'po të hin krye hiç, sikur shumë djemtri 20 vjeçar, 20 vjeçar, ja ho, çatë dëgjoj çatë harroj krejt. E vallahi ka mundsi, ose gjëna është shumë. E pe gjënat anaj, kur ka gjëna këtu shumë, zemra krejt zeta në kjo e bardhës dhe për tanë, si ju ka mbyll dera. Ose runa zot, ose jes provu me në magjia, me diçka ngjashme, edhe harresa e shumë që sta rrok hiç, edhe kjo mund me çanë edhe për magjisë. Po këtu janë raste më të rralla. Po më shumë është prej gjënave, më shumë është prej mos seriozitetit, prej mos sinqeritetit në fjalët apo në punët tona. Andaj e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na ndihmon edhe që të na lehtëson luftimin e mendjemadhësisë.
Se pa ndihmën e Allahut na askush nuk mund të shpëtojmë kësaj. Se është natyrshmëria e lindur që njeriu me u mburr, njeriu me u lavdue, njeriu me ngrit veten. Është shumë normale ne me fol për dikën aq sa dim. Ne me ngrit njëri tjetrin. Kjo është metodë. Kjo është metodë që kanë praktikuar gjeneratat e para. Kjo është metodë që kanë praktikuar shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur kanë folur për një gjë, i kanë ja Rasulullah filani është për këtë punë, ja unë. Këtu të na hiç mos me të propozuar çohet veten, unë e propozoj veten. Ka edhe kështu njerëz. Unë nuk jam kundër edhe kësaj na, kur njeriu vërtet është shumë meritor, edhe don me i marr dikush frejt e asaj pune në dorë që s'është meritor, atëherë më i thon, jo ti nuk je, po unë jam. Nëse është vërtet ashtu, a mo jo këtu të na secili shkon e shpoll veten Allah për gjithçka të Zotit. Një njëri e shef që kandidon atje në politik për me hin parlament, një tjetër i njëjti e sheh kandidon diçka për shkencë, për fe, për atje, po Allah s'ka kriju kështu njerëz që janë të gjithanshëm. Ne kemi, të gjithë jemi, nëse kam drejt me çu me aftësit kufizuara. Se jemi na këtë aftësi që posedojmë. Na është botë ne e një orë kjo shpreha personat me aftësit kufizuar, cilë që ata që kanë probleme me sy, ose se ka një pjesë trupit, ose diçka, na këtë jemi me aftësit kufizuar. Psa, a mojën e me poshtë ashti për te i murit, anë na jo. Dhe më thonë, shikimi është i kufizuar. A mojën e të ashti me këtu dy dur me bo diçka jo. Dhe më thonë, durët e mi janë të kufizuara. Nuk i kem këtë veprimet lira. Se cilë jemi me aftësit kufizuar. Andaj, është mirë njeriu, nëse dohet me ngrit me të ngrit të tjerët, nëse dohet me u lavdu me të lavdu të tjerët, nëse dohet me mburr, ti mos u mburr me veten tënde, po na thoj mburremi që në mesin tonë e kem fulanin, sidomos mas shpine se lavdojmë. Këtu të na e kundërta, është shprehni farlloj, çush me quajt, servilizëm. Mos ti thamë hipokrizi. Kur ti jesh me dikant lavdon në sybre, mashallah, ti në vetë janë qef ty. Kur delani na thotë, po veç ja bona çefin. Njëjta fjalë ja thot tjetër. Dikush i ka mësuar dhe përmendsh. Me secilën që rëna çato fjalë. Edhe mo disa që thot populli janë bosi boza, ma, den boza po kët. Se gjithë çato fjalë për secilën tek kështu. Këtë e kom përjetu vet. Kem na do sa xhamatli që kurrë me ty çash ngrit lavdon parasysh. Kur nëse ti e dikon më larg e sheni kolektonin, çat to fjalë për mësh i kam thënë, hifzi ka bë. E tretit e të pestit ose kur po rrim na koleg, po na vjen atë, ja u kom thonë edhe privatisht që po ja u them, jo çështo. A kur je privatisht të vesh ty që je çështo. E nuk bën kështu. Nëse do të më mburr, atëherë le të mburrat dikush me neve, jo na më mburr me vetveten tonë. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na ndihmon, e të na udhëzon, e të na forcon që të jemi sa më të thjesht edhe sa më modest dhe inshallah taala në javën e ardhshme edhe në javët në vijim do të lasim ajetet kuranore të cilat Allahu subhanahu wa taala janë 10 ajetet kuranore që i ka zbrit, i ka shpall për mendjemadhsin. Dhe do të fillojmë me ajetet e para, ligjëratën e radhës, të cilat Allahu taala na i tregon se janë shkak që na tregojnë neve se mendjemadhësia të largon nga adhurimi. Pra ajetet të cilat flasin se mendjemadhësia të largon nga adhurimi, nga respektimi, nga ibadeti. Prej aty, inshallah taala do të fillojmë javën e ardhshme deri në takimin e radhës, qofshit ju edhe ne në mëshirën, rahmetin e Allahut.